Rikthehemi të dashur miq dhe tani do të diskutojmë për atë që ndoshta është pjesa më e errët shpend e historisë moderne të krimit. Momenti kur mafia nuk fshihet më nëpër porte, nuk fshihet më nëpër magazina. Po ku ka vajtur? Po investon në hotele, investon në buzë qytetit, investon në pasuri të palujshme, investon në ekonomi legale. Dhe kjo është ajo gjëja që shpesh bëhet edhe objekt për shkruar shumë publikime të famshme, qoftë edhe të prokurorëve hetuesve të huaj. Një prej të cilëve ka qenë vetëm një ditë më parë, në datën 12 maj, në një nga mediat belge, ish gjyqtari belg dhe një nga figurat më të njohura në luftën kundër korrupsionit, Michel Kleise, ngre alarmin për mënyrën se si mafiat ndërkombëtare pastrojnë para përmes turizmit dhe ndërtimit. Ai thotë se në Belgjik, çdo vit, të paktën 100 miliard euro i shpëtojnë fiskut, pra i shpëtojnë kontrollit fiskal. Është një nga gjyqtarët i cili mbahet edhe njihet nga mediat atje si simbol i luftës kundër korrupsionit dhe pastrimit parave, dhe sipas tij, Belgjika mund të rikuperojë shumë të konsiderueshme duke goditur rrjetet kriminale aty ku dhëm më shumë, pra tek parat dhe tek pasuritë e tyre. Por le të kthehemi pak që në shkrimin e tij përmendet Shqipëria, ku titulli ishte edhe më i fortë, pothuajse ishte brutal. Thot, mafia pastrojnë parat në hotele në Shqipëri dhe në pasuri të paluajtshme në Marok. Pyetja tani që ne ngrem nuk është nëse ekziston krimi. E di çfarë më vjen keq këtu? Po. Domethënë mund t'i pastronim parat me pasuritë paluajtshme këtu te neve dhe me hotelerit në Marok. Po këtu nga që ka probleme tokat. Nuk është se blen njëri e punën me proceset gjyqësore, ndërto hotel. Ndërto hotel edhe shko pastaj në Marok investo. Tani pyetja që ne kemi është që apo ndërton mafia ekonomi, apo hyn paraja kriminale në sektore që duken krejt normale jo vetëm për qytetarët, por edhe për shtetin. Dhe apo mësohemi ne po aq shumë në këtë realitet sa nuk na bën më përshtypje. Në këtë pjesë të Oponents do të përpiqemi të kuptojmë diçka edhe më të madhe se sa kronika e zezë, se sa ajo çfarë paraqet. Si transformohet krimi nga armë dhe trafik në beton, turizëm dhe në influencë. Dhe për këtë ne kemi të ftuar një gazetar i cili ndiqet nga mafia dhe është në mbrojtje nga shteti italian, i cili është edhe botues, shkrues i librit Il Manifesto, Nelo Trocha. Është bërë personazh. Po, është bërë personazh, por i cili ka dekriptuar marrëdhëniet e mafjes në operimi midis dy vendeve, Italisë dhe Shqipërisë, i ka me prova. Për shkak të punës së tij, ai sot jeton në mbrojtje. Neve në Oponents, në News 24, por edhe gjithë njerëzit me mendim të lirë, ngrem një pyetje shumë themelore. Sa duhet të di një gazetar që shteti ti mbroj jetën? Pra, çfarë kosto duhet paguaj një gazetar për të bërë gazetarin? Pra, siç e shohin në Anduen, u blika me jetë, u paguka me jetë gazetaria e mirë. Po, se s'na keni ditë? Vlerat. Po, si kemi ditë, po. Gazetarët e kronikës janë ata që shpesh janë frontin e parë të luftës. Dhe Nelo Trocha do ta bëj këtë gjë në një mënyrë, pranon të rrëfet ndryshe në Oponents dhe tregoj ato që jo vetëm dosje dhe emra, por edhe mekanizmin e frikës, heshtjes, pushtetit kriminal, i cili shpesh lëviz në të dy vendet tona. Kështu që do ta prezantojmë. Po, sot në Oponents kemi gazetarin italian Nelo Trocha në linjë direkte. Buonasera. Buonasera. Me mbrëma. Salve, sono Nello Trocchi, sono un inviato del quotidiano Domani, vi ringrazio di questa intervista e vi mando un saluto. Dhe ju dërgoj përshëndetjet e mia. Ju falenderojmë shumë dhe neve kemi një kënaqësi të veçantë që jeni në studion e Oponents për të bërë një deklarat tuaj në lidhje me mafjen, në lidhje me botimin e librit tuaj, por edhe me historikun e jetës tuaj, se si çfarë orvatjesh keni patur deri më tash. Unë do ta filloja me ju intervistën si kolegut, si një gazetar kronike, një gazetari kronike, dhe pyetja e parë është që pse Shqipëria është një nga arsyet për cilat ju keni bërë një lidhje kaq të drejtë për drejtë me mafjen italiane, sepse shpesh në Shqipëri thuhet që
të dyja mafjet sot nuk urdhërojnë më njëra tjetrën, po ulen në tavolina dhe ndajnë, bëjnë dealet e veta, bëjnë marrëveshjet e tyre. Është kështu vërtet? Assolutamente sì, Absolutisht perché po, sepse la mafia albanese che ha una mafia struttura a shqiptare ka një colonne, almeno per come strukturë l'abbiamo shumë të conosciuta mirë, nel e nostro paese, njohim ne dove në ha vendin tonë. gruppi, Është bëhet me grupe që kanë aftësinë që të shkrihen dhe të shpërhapen me njëherë. Dhe këto grupe kanë arritur janë në lojtarët pra më në majë. Dhe Ndrangheta dhe Camorra italiane dhe mafia shqiptare ka një lidhje midis tyre, ka një ndërthurje midis bizneseve, marrëdhënieve tregtare që lidhen me furnizimin e narkotikëve që janë me tonelata, por edhe me aktivitetet që është kryesisht që është pastrimi i parave të pista. Mafia shqiptare ka gjetur në Itali një palestër, pra në vitet 90 ka bërë palestër, në një farë mënyre ka bërë stërvitje dhe kolona shumë të rëndësishme dhe trafikantë të rëndësishëm shumë shpesh janë të lirë ose janë në kërkim, kanë kaluar në për Itali, kanë pasur të bëjnë me kriminalitetin italian, janë rritur në vendin tonë dhe kanë kaluar në për vendin tonë. Dhe kjo lloj marrëdhënie sot është një marrëdhënie mes të barabartëve që instaurohet dhe ndërthuret pas 30 vitesh pra bashkëjetese ku shumë bërthama të mafjes shqiptare janë bashkuar dhe janë bërë ndërkombëtar, janë bërë hegemonike. Kuptoj. Zoti Troqa, mafja shqiptare cilësohet si mafja e dytë më e fuqishme në Europë pas Ndranghetës. Dhe ka një lloj korelacioni të bashkëpunimit midis këtyre dy mafjeve, por edhe një lloj koncepti publik. Neve kemi si qytetar një perceptim publik që mafja shqiptare është e lidhur ngushtë edhe me shtetin shqiptar. Pyetja që unë kam për juve është ku është dallimi në Shqipëri midis një shteti mafioz dhe një shteti që funksionon, apo një narkoshteti, një shteti i cili është i krijuar nga vetë mafja. Këtë duhet të jem shumë i qartë. Unë kam intervistuar gjyqtarët më të mëdha. Nikola Krateri, që është magjistrati më i madh, sot është prokuror, kryeprokuror në Napoli dhe shumë ka qenë në linjë të parë kundër Ndranghetës kur ishte prokuror i rajonit të Kalabrisë. Nikola Kraterit i bëra një pyetje të thjesht po të qartë. Në të shkurën e afërt, le të themi, oponenca dhe a e kanë pra përkufizuar si një narkoshtet Shqipërinë. E pyet atë, a është e prim kjo? Jo, ai thotë që pa pikë dyshimi, kjo pika kritike nga pikpamja strukturore që lidhet me aftësinë e krimit të organizuar përmes sistemit të korruptive që të deportojnë sektorin e administratës publike, por edhe të politikës. Krateri thoshte një të dhënë, pra që shqiptarët kanë filluar të trafikojnë marijuan dhe kaluan pastar tek heroin dhe kokain. Është një mal i tërë, lekësh kanë një nevojë të madhe ato që t'i lajnë, pra t'i pastrojnë, t'i investojnë. Dhe aty ka lind nevoja që të mund të korruptojnë dhe të vendosin marrëdhënie me administratën publike, që të mund të hynë në sektorët e biznesit dhe në një farë mënyrë të kalojnë ekonomia, të kalojnë nga ekonomia e palishme në atë të lishme. Dhe një nga magjistratët më të dukshëm e ka theksuar pra faktin e deportimit të këtyre strukturave dhe kjo është një pikë qendrore. Pra në librin tim unë them për herë të parë se ç'ndodhi nga hetimi antimafia, që thotë që në 2019 ka ndodhur në Aruba një takim midis kriminali dhe po ju them
tekstualisht dhe përfaqësues të qeverisë Rama. Unë kam publikuar këtë informacion përmbledhës dhe përpara se ta publikoja e pyeta qeverinë Ramën që të mund të jepte një përgjigje, që të më japi një sqarim në këtë këndvështrim, por edhe të mund të përgënjeshtroj nga kjo pikpamje, pra se a është e vërtet pra ky informacion, po pavarësisht përpjekjeve të mia nuk kam pasur asnjë përgjigje, asnjë ministër i qeverisë Rama nuk është në hetim për këtë pra gjë, paçka se ai informacion flistet midis bashkëpunimit midis kartelit kriminal dhe përfaqësues të qeverisë Rama. Sigurisht që ju ma mësoni këtë, ma tregoni, dhe unë kam rindërtuar që në Shqipëri ka pasur pikë të përfaqësues që janë përfshirë në hetime dhe janë detyruar të japin dorëheqjen, për shembull dorëheqje që kanë të bëjnë me ministrin e Brendshëm, pra që lidhe me aktivitetin e zyrës së tij dhe pra hetimet arrinin dhe në përfaqësues të tjerë që lidhen me atë dhe me mafian. Kjo do thot vetëm një gjë, edhe kjo që theksohet nga diçka tjetër. Kush po ndërton resortet, hotelet, kush po vendos pra po ngulit dhe kush po çementon vendin? Sigurisht sipërmarrës të mëdhenj, sigurisht pra sipërmarrës të mëdhenj, po brenda asnjë numri të madhe, sasie të mëdha investimesh, ka sigurisht edhe një pjesë të investimeve që ka kryer krimi i organizuar. Dhe unë ngrej një pyetje në krahasim me të Shqipërinë, sepse një gjykatës tjerë ka ngritur një pyetje për sa i përket qeverisë Rama dhe tha midis mbi çështjen e konfiskimit të mirave, pra që të diktojnë dhe të ndikojnë në le të themi cënimin e investimeve të mafiozëve. Nëse subjektet kriminal, pra, nëse nuk u heq të mirat e tyre, pasuritë të këtyre subjekteve mafjes, pra mafja do të vazhdojë dhe do të zgjerohet më tutje. Zotë Roqa, në fakt, juve në librin tuaj, në manifesto, linit kuptohet që në Shqipëri është mafja që komandon shtetin apo shteti komandon mafjen, pra është një vijë të cilën ju e lini të diskutueshme. Po unë do të pyes vetëm diçka, më konkretisht, nëse Shqipëria funksionon si një shtet mafioz, se mafioz është një fjalë shumë e madhe, çfarë rreziku paraqet ky fakt për Italinë dhe për Europën, ku ne duam të bëhemi pjesë deri në vitin 2030? Unë mendoj se një vend dhe një shtet, edhe Shqipëria, që do të aderojë në Bashkimin Evropian, duke qenë se ka një vështirësi, po has një vështirësi strukturore, pra rolin që kanë organizatat mafioze në Shqipëri, sistemi i korruptimit që ka Shqipëria, duhet në mënyrë të pashmangshme të uniformohet për sa i përket konfiskimit të mirave, të pasurive, duhet pra të një trajtësohet me atë që kemi në Itali. Është një thirrje alarmi që ne e bëjmë, duhet të na japi disa përgjigje që të jenë përgjigje strukturore, për ndryshe është shumë e vështirë që të dalësh nga ky deportim i mafjes. Pra, ne kur flasim për mafjen shqiptare është një nga të parat në Europë, bashkë me Ndragetën ndër të parat në botë, po flasim për atë që kryhet në Ekuator, që është pra ka pasur luftë midis bandave shqiptare në atje, portet që janë mbytur nga luftrat midis bandave, ka sasi të mëdha ngarkesash, që do të ngarkesash që këto ngarkesa duhet që edhe të investohen dy. Ky është një problem që duhet i përkas dhe politikës, fakti që kalojnë nga ekonomia e palishme në atë të lishme miliona, miliarda euro. Kjo është një çështje që duhet të përballet. Ka një karakteristikë mafja që punon në mënyrë të heshtur.
non è un problema di chi comanda o non Nuk është comanda. kush komandon, çështja kush komandon apo kush nuk komandon. Po problemi është që të vendosim disa diga, të vëmë disa pengesa në mënyrë që ne të marrim investime të pastra, pra jo investime të pista. Kjo aftësia kalon është e detyrueshme dhe magjistratët për të cilët, gjykatët për të cilët folën, kanë një theksojnë sepse në krahasim me këtë dig, me këtë pengesë, pra ngritjen e kësaj pengese ne jemi ende shumë larg për të bërë pengesë mafjas. Unë kam një pyetje për juve, edhe kam pak pyetjen më shumë filozofike në raport me sjelljen e mafjes. Krijimi dhe fuqizimi i mafjes në shoqëritë tona, a është i treguesi dekadencës së institucioneve shtetërore dhe a ka një lloj rreziku potencial që rinia e të dyja vendeve tona të jetë e kapur dhe e joshur nga benefitet monetare, financiare, apo edhe ato instiktivet njeriut që t'i shikojnë të plotësuara tek mafja, dhe jo tek shkollimi, jo tek drejtësia, jo tek ngritja e institucioneve, sepse nuk është vetëm lufta kalojnë apo nuk kalojnë disa tonelata kokainë apo heroinë. Problemi është që neve na është infektuar kancerin shoqëri tani më. Është më jorë se mafja se sa të qenurit i drejtë. Kjo në një farë mënyre, pra i themi cilat janë modelet e shoqërisë të në cilëve ne i referohemi. Pra, mafja ka dukurinë të shfaqje se si jeton, sidomos të rinj, t'i ftoj dhe për të pasurohen pra shpejt, dhe mund t'i ftojnë të jenë pjesë e krimit, dhe mund të bëjnë ushtar të këtij krimit të organizuar. Kjo ndodh tek ne, kjo ndodhet tek ju, dhe ndodh sidomos kur organizatat kriminale marrin më shumë pushtet dhe mund të ndikojnë në një farë mënyre t'i japin këtë ëndër, t'i përmbushin këtë, pra po ndoshta kjo ëndër e tyre nuk do të realizohet, po le të themi që hipoteza e këtij pasurimi ekziston. Flasim për një mafje që është shumë e pasur dhe sidomos që ka aftësinë që të ndërtoj, pra t'i japi kredi pra njerëzve, t'i bëj ata borxhli, i kontrollon personat, kontrollon logjistikën, kontroll zbarkimet, kontrollon ato që le të themi shpërndajnë, kush investon, po flasim për subjekte që në nivele të ndryshme mund të kenë një rol shumë të fuqishëm dhe futen brenda një rrjeti të palishëm dhe ti sigurisht ke të drejtë duke për të përmbush që kjo mund të kthehet në një ambicje, mund të bëhet tërheqëse për të rinj tonë. Pra nëse ne nuk japim zgjidhje alternativa dhe sidomos nëse rritën në mënyrë të shfrenuar. Pra nëse njerëzit e humbin fuqinë blerëse, nëse ato kthehen të varfër, nëse e gjithë pasuria fokusohet vetëm në një pjesë njerëzish, sigurisht që në mënyrë të pashmangshme gjeneratat, brezat e rinj pra mund të tërhiqen nga kjo lloj tipologji jetese që faktikisht duke parë jetesën e tyre, duke kthyer në një burg, por në një farë mënyre le të themi që këto kthehen në ushtar në dispozicion të krimit, sepse kur pritshmëritë e kriminalitetit janë të mëdha, kanë nevojë për rekrutime. Dhe mafja shqiptare mbështetet tek besimi dhe tek ndëshkimi të atyre që tradhtojnë, sepse mafja shqiptare ka një tipare pra është besimi dhe besueshmëria, i besuar dhe i besueshëm. Dhe ato tentojnë që t'i lidhin ngushtë marrëdhëniet me njëri tjetrin. Ideja që mund të tradhtosh apo të mund të vdesësh për këtë kauzë, kur këto karakteristikat bëhen shumë të fuqishme dhe nuk mund t'i bësh dot pengesë, nuk mund t'i pengosh dot, atëherë kemi një problem. Ne duhet t'i marrin këto subjekte, duhet t'i cënojmë ato tek pasuria e tyre. Cënojmë tek pasuria e tyre. Sigurisht që flasësh me ju, ka shumë gjëra interesante për të thënë lidhje me këtë gjë, por unë do t'i referohem një dy informacioneve që
kanë të bëjnë me shtetas italian dhe me disa aparatura përgjimi të sekuestruara 2 muaj më parë, në mos qofsha gabuar, në qytetin e Durrësit, ku pati edhe një problem mes 2 policive, shqiptare dhe italiane, pasi shtetasit e huaj u ndaluan me aparaturat të cilat mendohet se kanë vepruar për disa ditësh në qytetin e Durrësit, dhe më pas këto aparatura u sekuestruan dhe shtetasit italian u larguan. A ka lidhje ky moment me ndonjë veprimtari të dyshuar, le të themi se nuk dua t'ja vëm emrin kriminale në Shqipëri, dhe nëse do je duke punuar në lidhje me diçka ekskluzive që lidhet me... Nuk dit ju a them se kam studiuar rastin në mënyrë specifike. Ajo që mund t'ju them, se në një farë mënyre, unë kam treguar për shembull në libër një pikë kritike që ne duhet ta përballim si marrëveshjet e çadësimit që kemi me anë të Shqipërisë. Këto janë bërë në vitet 90 dhe marrëveshjet që kemi pasur, kemi çadësimin, por edhe dënimin në Shqipëri të disa subjekteve të rëndësishme. Shumë prej këtyre njerëzve të rrezikshme janë të lirë dhe krijojnë dëme të ndryshme. Sepse për të mund të sulmuar duhet që ato të rrënjosen. Një nga karakteristikat e krimit shqiptar është se nuk rrënjoset në mënyrë specifike. Dhe nëse pjesa më e madhe e hetimeve që bëhen në Itali, la colonna romana guidata da Arben Zogu, detto Riccardino, che oggi è un soggetto libero che vive Zogu që quhet Riccardino jeton diku në Shqipëri që është dënuar në Itali, pastaj u çadësua, është një që nuk ka pasur, pra nuk është gjendur, indicata all'interno della sentenza. Nuk është treguar brenda dënimit që është dhënë. Kështu ka ndodhur dhe për kolona të tjera të fshehura. Pra edhe nga çadësimet nga vende të tjera të kriminalëve shqiptar, besoj që Zogu i cili është diku tjetër nuk ekstradohet në Itali. Kjo për t'ju thënë që një nga çështjet në thonjza, elementet më të fortë që është ka të fortë, na qartësoni një herë lutem përkthimin, cili emër ishte? Emër korrektim? Aspetta un attimo. Aspetta un attimo, mi ripeta un altro, parla appassionatamente ma ho perso il nome del latitante. Noi abbiamo in questo momento in Italia Altin Sinomati. Altin Sinomati, po. Sinomati. Dorian Petoku. Dorian Petoku, Altin Sinomati. Po. Sono 2 soggetti criminali che noi attendiamo come Italia che ci vengano estradati dagli Emirati Arabi Uniti, ma ce ne sono altri di origine nazionalità albanese. Altin Sinomati è indagato come mandante di un omicidio. Altin Sinomati është pra si dërguesi si urdhëruesi një vrasje. Li aspettiamo qui in Italia, devono essere I estradati, ma da mesi këtu në Itali, por duhet të ekstradohen, nuk vinë në Itali. Kjo tregon kjo që nëse mafia shqiptare është e fuqishme sepse është ndërkombëtare dhe ka mundësinë që të organizojë ngarkesa shumë droge apo të jap urdhër për vrasje dhe të kontrollojë çfarë ndodh nga njëri cepi globit në tjetrin. Degli arresti, è chiaro che il livello di potere di questa mafia aumenta a dismisura. Arrestime, mi scusi. Nëse mund na zbulosh diçka nga investigimet që je duke bërë aktualisht në lidhje me Shqipërinë, sigurisht. Noi abbiamo una situazione rispetto all'Albania, ma soprattutto rispetto ai narcos albanesi a Roma, abbiamo diversi soggetti che sono liberi,
Ka disa subjekte që janë të lirë, disa janë në Rom. Kur flas për Arbenzogu dhe Ricardino, flas për krerët e një kolone shqiptare dhe disa subjekte që janë të lira në krahasim me narkosit italian kemi dhe tematika që lidh me vështirësinë që t'i japim pra t'i dënojmë në burg në vendin tonë. Elvis Demce pas është një subjekt tjetër që pas një diciamo così, finte relazioni mediche, pas një sër raportesh mjekësore që ka paraqitur në proces pastaj, kemi problemi se nuk e dënojmë dot. È difficile poi applicare il carcere duro. Abbiamo situazioni nelle quali anche all'interno delle carceri italiane, anche nell'alta sicurezza, arrivano droni con cellulari brenda burgjeve italiane mungon siguria, pra futen celular apo gjëra të tjera, shumë kriminal shqiptar kanë fuqi, japin vendosje, marrin armë edhe celular. Kjo do të thotë që niveli dhe aftësia e fuqisë së tyre po rritet. Ky është problemi edhe në Toskanë, po edhe në rajone të tjera janë bërë vende ku janë rrënjosur kolonave pra brenda mafjes. E questo sempre in una logica di collaborazione con l'Albania, con në logjikën e bashkëpunimit me vendin e origjinës, me Shqipërinë, ku njerëzit ku ata kthehen për të bërë investime ose ka u kundër të bëjnë investime në Itali. Unë po e vazhdoj këtë lloj hulumtimesh për të mund të treguar cili është ky pra niveli i dominimit të disa vrasje që ka pasur në Itali kohë të fundit në vitet 5 apo 6 tjerë kanë një farë autorësie shqiptare. Ancora soggetti da trovare. Këto janë subjekte për kriminal pra që duhen gjetur, kurse tjetër nga pikpamja e hetimeve janë përcaktuar kush janë. Kjo tregon që edhe vrasjet kryen tu, unë tregoj në libër që ka pasur në të shkurën e afërt italian që merreshin në punë, pra punësoshin nga kriminal shqiptar. Kjo do të thotë se çfarë fuqie kjo nënvizon fuqinë e madhe të mafjes shqiptare. Zoti Troça. Sinjor Troça. Gjatë investigimeve tuaja, a keni parë, a keni hasur emra të zyrtarëve të lartë italian apo të zyrtarëve të lartë shqiptar, apo keni hasur dhe raste të bashkëpunimit në alla omerta mes dy politikanëve të dy vendeve tona? Në i herë gjatë investigimeve tuaja? Guardi, nel libro sono indicati una serie di soggetti ka che një sono sër stati subjektesh citati, që janë përmendur, janë cituar. né indagati né arrestati all'interno delle intercettazioni che venivano gjatë përgjimeve që janë bërë nga njësia investigative antimafje që lidheshin me kartel kriminal, pra janë gjetur një sër emrash. Një nga gjërat që mund t'ju them është se ka të bëjë me këtë grup dhe veçanërisht me një subjekt për cilën është folur shumë. Hetimi është mbyllur që quhet Artur Sheu. Në këtë hetim pra lidhe me punët e tij flitej shumë edhe për kadastrën, për disa zyra të kadastrës, flitej për mundësinë të aksesimit në kadastër me anë të disa njerëz, me disa elemente, me anë të pushtetit dhe me anë të parave. Ky në një farë mënyre tregon, kjo gjë tregon edhe nivelin e ndotjes temi që ka ndodhur, që është ndarë disa në parcela dhe është përndarë në vende të tjera mafja shqiptare. Këtu tregohet edhe rëndësia për shembull e riciklimit
nga anën e këtij grupi kriminal, ku në disa zona italiane mes Ligurias dhe Toskanës, flitet për një avokat, aty citohen, pra përmendet edhe politik italian dhe shqiptar që ishin brenda, pra fliteshin brenda këtyre bisedave. Çfarë tregon? Kjo tregon aftësinë e tyre për të mund të ndikuar apo për mund të ndërtuar rrjete apo për ndërtuar marrëdhënie. Kjo sigurisht është shumë e qartë. Përndryshe nuk do të kishte mbërritur këtë nivel, nuk do të kishte shkuar në nivel ndërkombëtar. Sipas jush, kush fiton më shumë nga pastrimi i parave? Fitojnë organizatat kriminale apo ekonomitë që i thithin ato? Entrambe. Që të dyja. Që të dyja sepse duhet të mbani, keni parasysh një gjë. Kur lekët nuk kanë erë në fakt, kur lekët pra jo të lishme hynë në ekonominë e lishme, ato qarkullojnë. Pra organizatat kriminale nuk është vetëm një pjesë e gjithë sistemit kapitalist ku një pjesë pasurohen dhe të tjerët varfërohen. Lekët e grumbulluara i ushqejnë edhe sistemet e ekonomisë atij territori ku futen. Dhe brenda këtyre sistemet që ushqehen, ka figura profesionale që marrin pjesë në këto, ka sipërmarrës që marrin ato fitime, ka pra nisje të një sipërmarrje, pra le të themi që kjo është e dyanshme, që të dy kanë përfitime. Organizatat mafioze riciklojnë të ardhurat, kurse ekonomia, le të themi në një farë mënyre, bëjnë para nga këto të ardhurat. Përkufizimi i mafjes në krahasim me kriminalitetin është qëndron këtu, pra mafja është mafje sepse doza e dhunës, nëse ka dozën e dhunës, por edhe nëse ka aftësinë që të hyjë në heshtje, pa bërë shumë zhurmë, pra pa bërë bujë, të bashkojë politikën me sipërmarrjen dhe me profesionet e ndryshme. Mafja bën këto hoftë cilësor, pra mafja nuk janë kriminal të zakonshëm sepse ndërton marrëdhënia midis sipërmarrjes me profesionistët edhe me organizatat. Pra përfitojnë të gjitha subjektet e përfshira. Një pyetje tjetër për ju, i nderuar, është pse Europa gjithmonë përmend shqiptarët për pastrimin e parave dhe bën lloj-lloj reportazhesh e lloj-lloj emisionesh investigative, dhe asnjëherë nuk kemi parë një reportazh për bankat europiane të cilat i qarkullojnë dhe i pastrojnë këto lavatricet europiane të pastrimit parave të mafjes shqiptare, le ta theme. Domethënë pse bëhet një trajtim disa si të nënës, disa si të njerëkës, kur këto parat që dalin përdorin sistemin fiskal europian bankar për të qarkulluar. Këtë do të donim t'ja pyesim institucionet europiane. Riciklimi i parave nuk ka i përket edhe vendet europiane dhe sistemet e ndryshme fiskale, pra. Është e vështirë t'i kuptosh, t'i godasësh sistemet e riciklimit, po ju them një shembull. Në librin tim, unë tregoj për shembull për bankën ilegale, pra jo të lishme, kineze, që është në Romë, ka disa sipërmarrës aktivitete sipërmarrëse kineze që kanë mundësinë që ta zhvendosin para pas pra, mund të lëvizin miliona euro dhe kjo lloj banke, kjo lloj transferimi i parave pa punojës, pa sportele, përdoret nga të gjithë, përdoret nga sipërmarrës që kanë bërë evazion fiskal, përdoret nga narkosit, përdoret nga narkotrafikantët,
Questo ovviamente ci racconta quante strade ha il riciclaggio, quante strade ha diciamo così, il denaro accumulato illecitamente. Ecco, pra e gjithë paraja e mbledhur në mënyrë të palishme. Nuk i përket vetëm një vendi, një kombësie, po i përket një sistemi mbar evropian që nuk do të heqë dorë nga kjo sasi parash, që rritet me anë të këtyre parave të shtuara, pra të bëra me anë të mënitëlishme. Kjo ndodh tek ne, tek ju dhe tek gjithë pjesa tjetër e botës. Nderuar Nelo, në fakt, kur flasim për politikën dhe krimin, nuk është radhë edhe mund të bëjmë edhe diferencat. Nuk e di nëse ke ndjekur këtë debatin mes kryeministrit ton, zotit Rama, dhe gazetarëve italianë në konferencën e sotme për shtyp në lidhje me refugjatët dhe kampin e Gjadrit famshëm, dhe sigurisht edhe përshëndetjen e zonjës tuaj kryeministre, zonjës Meloni, i cila e përshëndet kryeministrin shqiptar, Ciao Edi. A keni një koment në lidhje me këtë marrëdhënie që kanë kryeministrat tanë me media, të cilat shpesh herë duan dhe ngacmojnë për të informuar dhe për të pasqyruar të vërtetën pranë opinionit publik? Besoj se kjo marrëveshje është një dështim për të dyja palët. Ne kemi harxuar më tepër se 1 miliard euro për këto 1 miliard euro, prej të cilave 120 milion euro i kanë shkuar pra shqiptarëve për të garantuar sigurinë. Kjo ka qenë një gabim sipas meje nga pikpamja politike, edhe nga pikpamja ekonomike dhe nga pikpamja asaj që unë ju thash më parë. Pra, nëse unë regjistroj gjyqtarët që ju thash më parë, nëse ne nuk bëjmë, pra ligjin, duhet i kërkonim Shqipërisë që ne të një trajtësonim ligjin për konfiskimin e pasurive të paluajshme. Unë besoj se kjo marrëveshje ka qenë një zgjedhje e gabuar nga ana e Giorgia Melonit, një pozitë e gabuar e saj, dhe unë dje lexova që dje ministri juaj i jashtëm kishte ngritur disa pyetje. Megjithatë mund të themi se qartësisht kjo nga pikpamja politike dhe ekonomike dhe nga politike përvojë është një dështim. Ajo që përmesh nell'Unione Europea da parte dell'Albania. Non so se questo nuk e di nëse ky objektiv pra antarësimin në Bashkimin Evropian do t'ju ndihmojë kjo marrëveshje për të antarësuar, sepse edhe vetë Italia e ka humbur këtë peshë në arenën europiane. Zoti Troqa, unë kam një kuriozitet. Duke lexuar shumë libra që nga kumbari Mario Puzos, po edhe tek Roberto Saviano për Camorrën, por edhe të Netflix apo kinematografisë brillante italiane për mafjen, një fëmijë të më thënë që adhuronim, si quhet prokurori, jo vetëm Katanin, Falconen. Ka mëdhëruar Falconen, Silvia Conten, dhe tani ju shikojmë juve, kolegë shumë inderuar, po Borselinon, dhe tani ju shikojmë juve, Matano Trantos, 78 km larg, kolegu jon, bashkohësi jon, i cili po bën një luftë shumë të drejtë, po kundër një armiku super të madh, i cili e ka treguar që shpesh herë dhe hera herës është katil dhe fatal. Pyetja ime për juve është, a ja vlen filozofikisht njëre gjitha kjo në fund të ditës dhe për kë po e bën? Dhe e dyta, që adrenaline ka jeta jote, se që nuk është më e njëjtë, kjo është pak për e sigurt. Po, më thënë, si është ndjesia e gëzimit në jetën tuaj, kur juve dini që krerët më të mëdhenj mafjes europiane dhe italiane nuk ju duan që të frymoni. Ma
Unë mendoj se ne jemi shumë e zgjedhjeve që bëjmë dhe zgjedhjet për ta treguar krimin lidhen me faktin që unë vi nga Napoli, nga qyteti Napolit, ku jam rritur, me idenë se Giancarlo Lisiani që është vrarë nga Camorri, nga Peppino Impastato që është vrarë nga mafia, janë për mua pika referimi. Dhe unë e interpretoj të qenit gazetar pra duke treguar cilat janë pikat kritike të strukturave kriminale. Unë nuk e jetoj përvojën e të qenit gazetar si kur të jem në luft, por sigurisht fuqit nuk janë vetëm ato si përmarrëse, po janë dhe ato kriminale. Unë e kam për detyrë që të tregoj, sigurisht që mbrojtja ma ka kushtëzuar, më kanë ndikuar në jetën time të përditshme. Megjithatë, gazetarët duhet të rrëfejnë, pra e kanë këtë detyrim profesional. Është e drejtë që unë mund ta bëj këtë dhe në jetën time private ta rishikoj pra se si e jetoj ditën time të përditshme. Ju ka ardhur, vetë edhe një pyetje tjetër, më fal edhe. Ju ka ardhur ndonjëherë ofertë për dill? Ju ka ardhur ndonjëherë në një ofertë që shikoje le ta mbajmë mbyllur tani, mos e hap më gojen, hape gojen për çfarë duhesh për shifra dhe mos na u bëj pengesë? No, diciamo che nella mia vita le të themi që në jetën time kam pasur propozime të shkoj në vende më të qeta apo në vende ku diciamo così una tendenza più diciamo così ku ka pasur një prirje më rehatuese, le të themi, por unë nuk e bëj këtë punë, këtë profesion në thonjza për të shitur ose dhe pa thonjza. Se cili zgjedh të shkruaj atë që do, por kur mi kam bërë këto ofertë, unë i falenderoj ato që më bëjnë oferta, kuptohemi të lishme, të shkojnë në vende më të rehatshme në krahasim me pushtetin, pra në ndikimin e pushtetit. Unë kam refuzuar sepse besoj se gazetaria është një profesion që bëhet në një farë mënyre që të tregoj pikat kritike. Unë konflikte të tjera nuk kam, po besoj që nuk ka pasur oferte të tjera sepse unë do të refuzoja me njëherë, le të themi. Në fakt, na e thatë me pak fjalë që çmimi që keni paguar tashmë është liria, që nuk e keni më. Unë jam kurioze të dinë se mafia shqiptare ka tentuar të vite këty, qoftë edhe politika shqiptare, nëpërmjet, si quhen këto, prestanomet e tyre, por të dërguarit e tyre, dhe e fundit, e keni mbaruar misionin tënd të përkryer apo presim diçka tjetër të na rrëfesh në kohët në vijim, për të parë që puna jote më e mirë investigative nuk ka ardhur akoma? Mua më ka ardhur pra një letër, është një letër anonime që më ka ardhur, po e gjithë dhe flitet edhe për librin tim të kjo letër. Vjen nga Shqipëria? Arriva dall'Albania. Si faceva riferimento all'attentato a un collega, Sigfrido Ranucci. Referohet pra bën referim për një tentativën e Ranucit, dhe jep një para një jave publikoi një libër ku thot që qeveria shqiptare mbi shehun në ishujt Karaibe ka bërë një takim në vitin 2019 ku kartelet kanë pasur pra kërkesat për investim, libri ka pasur bujë në Shqipëri, pas një jave pas publikimit erdhi dhe tentativa edhe atentati. Ky është komenti që më ka ardhur në mënyrë kaq të dukshme. Unë nuk e di nga vjen tamam, megjithatë nga kontenti kuptohet që esponenti di governo e un cartello criminale. Besoj që nga përmbajtja ka pasur në Aruba një
takimi midis përfaqësuesve të qeverisë dhe karteleve, dhe kur e lexova këtë letër anonime, referimin që bëj aty, e kuptova që sigurisht që libri im ka pasur një impakt në Shqipëri në sektore të ndryshme, kurse impakti të tjera, po këtë e kam shkruar edhe në libër, kur kam bërë kërkime për narkotrafikantët shqiptar, për Petokun, shkruante sepse që është vënë në një komunitet, brenda një komuniteti dhe jo në burg, pra, dhe brenda 24 orëve, ai u arratis, pastaj nuk është ekstraduar ende. Kjo na bën të kuptojmë që puna e gazetarëve ka sigurisht një ndikim. Nga autoritetet shqiptare, Nelo Troça, ke patur kërcënime? Të drejt për drejta ose të tërthorta? O indirette, diciamo. Jo, nuk kam pasur asnjë lloj. Asnjë lloj. Dhe puna jote më e vështirë investigative, cila ka qenë, apo se kemi parë akoma? Puna jote më e fortë investigative është bërë apo nuk e kemi parë akoma? Nëse është bërë, cila ka qenë? Kjo është një pyetje që nuk di të përgjigjem, se mendoj se ka gjithmonë diçka për të bërë më tepër. Unë kam bërë shumë, po kam ende shumë për të bërë. Keni ardhur ndonjëherë në Shqipëri? Sigurisht. Keni hyrë me emrin tuaj apo keni hyrë në përforcime? Jo, edhe kam edhe një pyetje, kjo është pak komike. Të duket Shqipëria si Palermo e viteve 70-80? Apo 60-ës? Domethënë, kur vini në Shqipëri, a keni ndonjë emocion si kur shikoni apo takoni apo vizitoni Palermo në viteve 70, 60, 80? Palermo Deliani se... E ka pak atë erosin... njohur njerëz shumë të bukur, shumë të mirë, që më kujtojnë shumë Italinë, pra që lidhen shumë me Italinë. Mendoj shumë gjëra kur shkoj nëpër vende të ndryshme, në vende të reja që unë vizitoj. Kam menduar se shumë ndërtime, shumë investime e tregojnë në një farë mënyre edhe fuqinë dhe aftësinë për e investimit, siç ju thash më parë, të mjeteve jo ligjore, por di dhe e tregoj edhe një gjë tjetër, që ka një farë ide për ta modernizuar, që është një ide e mirë, dhe kemi një ide, kemi një vend modern që duhet të hyjë në Bashkimin Evropian. Megjithatë, lipset që të bëjë një punë akoma më të vendosur, më të strukturore, për sa i përket pengesës, ngritjes së pengesës ndaj strukturave kriminale. Megjithatë, këtu jam gjendur shumë mirë dhe kam treguar edhe në libër, me ato pak ditë që unë kam qenë këtu, po do kthehem me gjithë qef. Pra, ato ditë që kam qenë këtu për të thelluar në disa pjesë të hetimit tim, më ka pëlqyer. Në fakt, Nelo, ne kuptuam nga biseda juaj që mafia nuk ka nevojë më të fshihet, ajo shfaqet pranë deteve, shfaqet me hotele luksoze, shfaqet në ekonomi, pra ne tashmë duhet bashkëtojmë me të. Apo jo? Shfaqet kudo. Jo, nuk duhet të bashkëjetojmë, nuk është kur një rrugë. Ne duhet ta tregojmë, duhet t'i vëmë emër, dhe kur zbulojmë diçka, duhet ta vëmë në dukje dhe të mund kështu ta informojmë opinionin publik dhe ta ndryshojmë të tashmen. Bashkëtesa nuk është kur zgjidhje. Kur? Faleminderit, Nelo. Zoti Troça, ju falenderojmë dhe kërkoj prej teje vetëm... Vazhdim të mbar. Vetëm... Okej, ciao. Në fakt, të lidhet kurse di vet italishtën që ti futesh do kaloja në anglisht. Megjithatë se unë se mbarova, po pavarësisht se këta bëjmë sikur arrestojmë, kërkojmë, investigojmë, kështu, po ne me skafe do kërkojmë, vazhdojmë. Shikoj që nuk do me skafe në fund të ditës vetëm mendo kaq, po sikur të bjeri mafia shqiptare, cilë do e GDP-ja e Shqipërisë, do vojmë për bukë ne?
Ja, këtë drejtë. Pra të se duhet me ndojmë qik edhe për jetesën, se bollë po me ndonë partia. Po bollë po me ndonë partia tani e marrë dhe mira. Do hamë njëri tjetëri. Si? Po do hamë njëri tjetëri. Po nuk e diun se qa do hamë, po ideja është vetëm pa ngrënd mos në besim, se korat këshia, kupton. Kjo është oponencë për sot të mërkurën, si shdo të mërkur, na shikoni në të dyve, bukur, bashk, qetë, me përkthysa me gjithë. Natën, erën tjetër. Mërkurën që vjerë natën e mirë. Faleminderit.